Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Mirë se vini në intervistën e radhës ku të ftuar emisionit respektivisht kësaj interviste do ta kemi përfaqësuesin e lartë të Vlenit respektivisht deputetin Adnan Azizin. Zoti Azizi, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Ditëve të fundit kemi qenë dëshmitar të mbajtjes së mbledhjes tuaj partijake respektivisht Lëvizjes Besa, në të cilën u soll vendim partijak për shkarkimin e kryesisë qendrore të partisë tuaja. Mund të më shpjegoni pse ndodhi kjo, cila ishte arsyeja, i parapriu një hapje të tillë, një vendimi të tillë, diçka më konkrete? Ishte mbledhje kuvendit qendror. Kuvendi qendror është organi më i lartë i partisë mes dy kongreseve. Koalicioni Vlen tash ka filluar më procesin e bashkimit drejt unifikimit të subjekteve të cilët e përbëjnë Vlenin në një subjekt të vetëm. Ne kishim mbledhje të kuvendit qendror, ku në atë kuvend kryesia autorizoi kryetarin e partisë që përfaqësoi dhe të nisë iniciativën drejt unifikimit dhe finalizimit të bashkimit të Vlenit, dhe njëherët që të ketë të gjithë kompetencën e përfaqësimit të gjithë strukturave në sensin e asaj se Vleni ka moratorium, gjithë subjektet kanë moratorium dhe kanë pushuar organet partijake. Tani shkohet edhe një hap më andej që të pushojnë edhe pozitat partijake për të autorizuar kryetarin e partisë, respektivisht zotin Kasami, që përfaqësoi vullnetin e antarësisë të subjektit për të bë bashkimin dhe unifikimin e Vlenit. Pyetjen e parashtrova kush i parapriu, çka i parapriu, në kuptimin që kishte disa deklarata që nuk ishin ishin disonante, nuk ishin në një vijë partijake mes ministrit për punë dhe politikë sociale zotit Fatmir Limani dhe kreut partijak respektivisht Bilal Kasamit. Tani me shkarkimin e kryesisë praktikisht pushon edhe përfaqësimi i tij në kreun e partisë respektivisht i të qenurit antari kryesisë qendrore. Po çfarë ndodh me postin e tij si ministër? Kuvendi i partisë solli dy vendime me rëndësi. Një autorizoi kryetarin për të përfaqësuar Lëvizjen Besa në tavolinën dhe iniciativën për finalizimin e procesit të unifikimit të Vlenit, gjë që e kërkon antarësia, e kërkojnë edhe shqiptarët që Vleni ta shohin të bashkuar, dhe dita ishte që të nisë procesi llogaridhënies dhe vlerësimit të punës të secilit funksionar të Lëvizjes Besa. Në rast se keni ndjek edhe përfaqësimin tonë në nivel komunal, Lëvizja Besa shquhet për sukseset e veta, për ndryshimet që ka sjell, për punën e madhe që ka bërë në pushtetin lokal, në komunën e Zhëlinës dhe në veçanti në komunën e Tetovës. Aspiratat dhe pretendimet tona janë që funksionarët tonë duhet të bëjnë maksimumin për të qenë më efikasit dhe për të qenë në nivel të detyrës për të përfaqësuar shqiptarët edhe në ekzekutiv. Dhe përrjedhoj të kësaj, edhe unë, edhe ministri në fjalë, edhe gjithë funksionarët, ministrat, zavendës ministrat, drejtorat, do duhet të i nënshtrohen një procesi të skanimit dhe të vlerësimit të punës të secilit një nga një, dhe në rast se nuk kanë arrit objektivat që i ka ngarkuar, ose pretendimet që i ka subjekti, personat cilët nuk e kanë realizuar atë aspirat tonën dhe duhet të hapin rrugën dhe të lënë hapësirën personave tjerë të cilët dhe të jenë edhe më efikas. Kjo ka ndodhur edhe në Tetovë, ne kemi bërë ndryshim të drejtorave, kemi bërë edhe këmbim të disa pozitave, dhe kjo gjithmonë në sensin e asaj që ne të bëjmë më të mirën e mundshme. Konkretisht ministri Fatmir Limani, në bazë vlerësimeve tuaja deri tanishme, bën pjesë të ato funksionarë të cilët janë dëshmuar apo kanë treguar më pak suksese duke qenë i pari i dikasterit ministror të cilin sapo e përmend. Tani nga momenti i mbajtjes kuvendit ka nisë procesi i vlerësimit dhe i raportit të secilit një nga një. Nuk duhet prejudikoj para se të përfundoj këtë proces, por edhe ministri në fjalë do duhet t'i nështrohet llogaridhënies, edhe ne si
Lëvizja Besa, në kuadër të vlenit që morëm 107.000 vota, për të përfaqësu shqiptarët, dhe duhet që t'japën llogaritë të përgjigjemi para organeve të partisë. Hipotetikisht, zoti Azizi, në kreu i ekzekutivit, respektivisht kryeministri Mickovski, me një deklaratë duke u bashkangjitur kësaj mos harmonizimit qëndrimeve mes zotit Limani dhe Kasami, dhe tha, mund vlerësoj në vlugën e asaj mosmarrëveshjeve, tha se është i kënaqur me punën e Fatmir Limani, gjë që u krijua përshtypje sikur në mënyrë indirekte po i përgjigjet zoti Kasamit. Çfarë ndodh nëse ju jeni të kënaqur, ju nuk jeni të kënaqur mbas të procesit të cilin sapo e keni filluar për vettingun? Tani atje nisa dhe po e vazhdoj. Do thotë edhe mandatet, edhe pozitat, edhe përgjegjësitë tona burojnë nga struktura, nga votuesit shqiptar, nga mandati që na kanë dhënë ato 107.000 votuesit shqiptar që mbështetën vlenin në zgjedhjet parlamentare. Dhe pikërisht nga ky verdikt, nga ajo që përfaqësojmë ne, edhe aty duhet të kthehet edhe përgjegjësia dhe llogaridhënia. Pavarësisht asaj që thot kryeministri, në rast se jepet një vlerësim se X drejtori apo X ministri nuk ka përmbushur detyrat që ja ka dhënë subjekti, kryeministri mund ta mbajë në ekipën e vet, mund ta ketë edhe ministër, po jo si përfaqësues lëvizjes Besa dhe të vlenit. Por kjo është një proces që akoma s'ka përfunduar. Në rast se rezulton që nuk ka mbrojt interesat e shqiptarëve, edhe subjektit që e ka delegu, padyshim që e drejta për të shkarku dhe për të propozu person tjetër aty është e subjektit përkatës. Nuk mund të luhet individualisht, nuk ka në politik loj solo dhe nuk ka politik me preferenca, po ka politik që buron nga një koncept, nga një strukturë e organizume, nga ata që të kanë votu dhe të kanë mbështet, dhe baza partijake dhe trupit votues është ajo e cila kërkon edhe llogaridhënien, të jep mandatin e përfaqësimit ose të tërheq mandatin për të vazhduar më andej. Pjesa e dytë kjo se përgjigjes tuaj, është një përgjigje edhe për kreun e ekzekutivit të Mickovskit, në kuptimin do të pyes edhe kështu, më konkretisht. Si janë raportet mes juve dhe Mickovskit? Tani në kombinatorikat e qeverisjes, unë nuk mendoj se janë raporte dashurie. Janë raporte të di partneriteteve që përbëjnë, domethënë, qeverinë. Vetëm interesa, jo dashuri. Po, pikërisht. Do thotë ne përfaqësojmë di etnit më të mëdha. Kryeministri përfaqëson etnitë maqedone dhe ne përfaqësojmë shqiptarët në ekzekutiv. Andaj edhe nganjëherë edhe ka edhe mirë kuptim, po në raste të veçanta ka edhe, si të them, ka prioritete të cilat vinë në një gjendje ku ne duhet edhe të përplasemi ndoshta. Si do që tjetë, do të thotë unë jam i thari asaj që ne ta vëmë betejën për ata që na kanë dhënë mandatin, për ata që përfaqësojmë, edhe gjithë ato që na kanë mbështet. Është e drejta e kryeministrit që ai të shpreh bindjet e veta, vlerësimet e veta, konsideratën e vet. Por ne po bëjmë betejën pasi që shqiptarët u shkënjin nga BDI 20 vjet, duke pritur ndryshime rrethësore, substanciale, dhe pas kalimit të BDI-s në opozitë pam se ndodhi një zhgënjim i madh, u zbulua një dështim i madh dhe se shqiptarët nuk ishin qenë të përfaqësuar në atë qeveri ashtu siç na prezantonin PR grupet e BDI-s. Dhe shqiptarët po çalojnë domethënë në shumë fusha, ndërsa ne si vlen nuk e kemi luksin dhe erdhëm në emër të asaj që mos bëjmë improvizime. Por funksionarët të bëjnë maksimumin, nevojat e shqiptarëve dhe qytetarëve janë shumë të mëdha. Më falni, të jenë në nivel të detyrës, të përgjigjen qytetarëve, nevojave qytetarëve dhe me këte të tregojmë se ne jemi në krye të detyrës dhe se ndryshimi ja vleti.
Pikërisht për këtë periudhën pak para mbledhjes kryesisë të cilën e patët, flitej në për media të caktuara, sidomos në për portale të ndryshme, se Besa, Lëvizja Besa nuk do të jetë respektivisht do të dalin nga qeveria Mickovski. Mirë po, një gjë e tillë nuk u pa edhe në mbledhjen në agjendën e mbledhjes tuaj të kryesisë qendrore. Ishte pjesë e agjendës apo nuk ishte, apo nuk është diskutuar fare për këtë punë? Tani unë nuk e di ka nga burojnë këto lajme, pasi që nuk kemi një deklaratë as të kreu televizjes Besa, as të ndonjë funksionarit Besës për dalin nga qeveria. Unë mendoj se është përsëri ajo dëshira e shprenuar e BDI-s për t'u kthy në qeveri, dhe ata një kohë të gjatë nga momenti që ne zhvillonim negociatat me VMRO-n ato rinin pas derës së VMRO-s, bile është i mirënjohur fakti të cilën e kanë pohu edhe eksponent të VMRO-s, edhe pastaj edhe protagonistë të ngjarjes që ishin në dhomën fakt në zyrën 161 të parlamentit, ku BDI i ofroi VMRO-s që të hi pa kryetarin e parlamentit edhe me më pak ministra, vetëm e vetëm të bëhet pjesë e qeverisë. Dhe nga kjo dëshirë lindin edhe deklarimet apo lajmet se Lëvizja Besa po e lishon qeverinë dhe menzi po pret BDI të futet në qeveri. Ne kemi marrë mandat, jemi subjekt serios dhe po bëjmë betejën brenda institucioneve për ta bërë më të mirën e mundshme, dhe përderisa kjo betejë jep rezultate, ne do të jemi aty për të mbrojtur interesat e shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve. Po ashtu, duhet të apostrofoj se ne nuk mund të luajmë si subjekt i veçantë, pasi që kemi një koalicion me Vlenin. Çdo lloj vlerësimi për të vazhduar apo hipotetikisht për të dalë nga qeveria do ta marrën liderët e Vlenit ose do ta marrëm si Vlen dhe jo si subjekt i veçantë. Duhet ndalim pikërisht te Vleni. U tha se pas vendimit për dorëgje kolektive e asaj mbrëmje, u hap ashtu pak të deklaruan sidomos analistët, u hap rruga drejt shkrirjes në një subjekt politik të 4 apo 5 subjekte politike sa përbëjnë koalicionin Vlen. Shpresoj tani kësaj radhe ta keni seriozisht, deri ku kanë vajtur kështu aktivitetin në këtë drejtim për procesin e shkrirjes në një subjekt politik. Është edhe kërkesa edhe antarësisë, edhe gjithë ato votues që na mbështet edhe në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale për ta pa Vlenin të bashkuar dhe të unifikuar. Unë shpresoj që edhe leadershipi i Vlenit e ka dëshirën për ta çuar drejt bashkimit të Vlenit në një subjekt të vetëm dhe me një strukturë unike dhe pastaj me një strukturë organizative dhe të shtrirë në terren. Dhe besoj që është koha më të finalizohet dhe të ketë një epilog ky proces i cili tani është në fazën përfundimtare. Doza mendoj e disponimit të 4 subjektet politike, se realisht nuk është edhe kollaj 4 subjektet politike të shkrihen edhe një vlerësojnë nga eksperienca si ndjekës i këtyre zhvillimeve politike. Ka disponim, dozë disponimi të gjitha partitë politike të nevojshme. Në rast se i referohemi historisë së politikbërjes shqiptarëve, ne shohim se nga çdo proces shqiptarët kanë dalë më të përçam. Ishte rast unik ku ne morëm iniciativën si Lëvizja Besa. Në parim kjo është për të përshëndetur, në rast se arrihet ajo unifikimi i shkrirjes. Jam gjithmonë optimist. Ne kur e kemi nisur iniciativën për unifikimin e opozitës shqiptare, jemi sinqertë do të thotë edhe këta që ishin aktorë të ngjarjes në disa raste edhe përkundër dëshirës se donim që ta unifikonim opozitën, disa nga kolegët më thonin se ti je shumë optimist. Mirë po, ishte vullneti edhe i kryetarit Kasami, edhe i imi, ne nisëm këtë iniciativë, nisëm bisedat me spektrin opozitar të asaj kohë për ta bashkuar Vlenin dhe gjithçka eci në atë drejtim, ka qenë një rrugë me plot peripeci, nuk ka qenë e lehtë. Thash duke e ditë se në rastet këtilla
subjektet, individët duhet edhe të sakrifikojnë ashtu siç e bëri edhe Lëvizja Besa, por për një interes më madhor, duhet të flakën ato interesat individuale, grupore, edhe partijake për të ndërtuar një kalat të madhe të quajtur vlen që do t'i përfaqësoj shqiptarët dhe të jetë një shpresë e vërtetë e shqiptarëve. Tani ka ardhur koha që ky proces të bëhet mbi parimet edhe të drejtësisë, edhe të përfaqësimit, edhe të inkluzivitetit dhe mos përjashtimit, ku secili do ta gjej veten atij, pa mos ia hëngër hakun askujt, po të njëjtën kohë të reflektojë edhe gjendja reale në terren. Dhe jemi në këtë fazë ku ne po zhvillojmë biseda intenzive edhe për modelin se si do duket më së miri vleni nga leadershipi, struktura organizative, programin dhe përfaqësimin që do ta bëjnë në pjesën e ngelur të mandatit në ekzekutiv. Duhet i kthejmë edhe njerë një procesit të cilin thatë se sapo e keni filluar, respektivisht ka të bëjë me atë deklaratën e kreut të partisë tuaj, zotit Bilal Kasami, kur tha se nuk është i kënaqur me një pjesë të aktivitetit, respektivisht angazhimit punës në për institucione, disa përfaqësuese lartë në institucion të shtetit. Kanë raportuar funksionarët gjatë asaj mbledhje që e mbajtet dhe cilat janë aktivitetin në këtë drejtim, do të pasojnë ndryshime, se natyrisht që me funksionar që nuk jeni të kënaqur, të paktën gjykojnë bazë deklaratës kreut partijak, duhet të ketë edhe ndryshime. Tani, deklarata e kryetarit është në sensin e asaj që ne, edhe si Lëvizja Besa, po edhe vetë kryetari është tip ambicios dhe maksimalist. Nuk kërkon arsjetime, po kërkon punë dhe realizime. Njerit ne si subjekt dëshmojmë se nuk ka pozita të paprekshme, nuk ka akomodime dhe pashallëqje në funksione, por ka obligime, detyrime dhe përgjegjësi edhe llogaridhënie. Nga momenti i mbajtjes kuvendit më ka nis procesi i vlerësimit dhe i llogaridhënies. Andaj edhe kryetari ka raste që si të them, edhe në pushtetin lokal, edhe në komunë, edhe në ekzekutiv, ne kemi bërë propozime në bazë të atyre vlerësimeve për të bërë edhe ndryshime të drejtorive përkatëse apo të pozitave të cilët për një kohë ne kemi vlerësuar se nuk është ajo që ne pretendojmë. Mos kalojmë domethënë në ndonjë akuzë, pasi që në periudhën që qeverisë vlenin nuk ka keq përdorime, nuk ka skandale dhe ajo është ana pozitive e përfaqësimit të shqiptarëve në këtë periudhë, por ne duam që ky nivel i përfaqësimit të shqiptarëve të jetë në piedestal, mos të krahasohemi me atë që ka bërë BDI-ja, po ne të mbajmë llogari për veten tonë, duke plotësuar gjithë aspiratat, kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të atyre që na kanë dhënë mandatin dhe na kanë votuar. Zoti Azizi, ju falenderit për kohën që ndat për intervistën e radhës. Falenderit edhe juve, ishte kënaqësi. Kënaqësia është e ime.